Djaloshi shqiptar që u dënua me varje në Kinë. Po, është një ngjarje vërtet, është një ngjarje freskët dhe unë dua t'ju informoj sepse ka disa njerëz që nuk informohen, bile disa mendojnë që ato që ka ndodh brenda kufirit shqiptar mund të ndodh në gjithë botën, por është gabim. Dhe siç ju kam thënë, informacioni është baza, dhe sepse informacioni është dije dhe dija është pushtet. Kështu që kush është rastisht, do t'i lutesha t'i bëj like faqes, nëse nuk e ka bërë ende, që të shihemi sërish. Një shqiptar, një djalosh nga Tepelena, mendohet se është kapur me lëndë narkotike në Hong Kong, ose më mirë në Kinë. Dhe Kina varet nga sasia që të kapin, deri sa dikush e ka për përdorim personal, nuk ka në një ligj të fortë, por nëse ka përshitje, varet edhe sasia se sa do shes, atëherë në këtë rast bëhen dënime ekstreme. Në fakt, në këtë rast, Kina vendosi për djaloshin shqiptar me varje, kurse për dy kinezët, bashkëpunëtorët e tij, vendosi t'i pushkatonte. Pra, ky ishte në vitin 2024 i kapën, dhe ky ishte deri para pak muajsh vendimi i gjykatës kineze. Mirë po, fal këmbguljes së Ministrisë së Punëve të Jashtme shqiptare dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, që punuan gjatë për rreth 9 muaj për këtë situatë që të mund t'i shpëtonin jetën djaloshit shqiptar, dhe fal atyre arritën në një konkluzion, sepse pikë së pari duhet të dini që në Kinë çdo vit ka me mira dënime me vdekje. Nuk po flasim për pak, po flasim me mira, bile do t'ju them, në vitin 1999, 2000, 2001, 2002, kishte nga 1700 kishte nga 1700, 1800 deri në 2000 dënime me vdekje. Pra, nga viti 1999 deri në vitin 2005, kurse pas vitit 2006 nuk ka informacione. Do t'ju them pse. Sepse mendohet që është rritur numri i dënimit me vdekje në Kinë. Ndokush nga ju do thotë, po si është e mundur, gjithë bota mundohet që të heqë dënimin me vdekje dhe Kina e shton. Pikërisht pra, si do ta mbaj Kina 1,5 miliard banorë, si do ta mbaj kontrollin e 1,5 miliard banorëve? Si? Është e detyruar që të bëj ligje ekstreme. Mirë po, organizata internacionale e të drejtave të njeriut e shkatërron Kinën brenda një kohe të shkurtër. Mjafton, sepse kanë mediat në dorë, mjafton që të futet gjithë bota, që të thotë që Kina ka vendosur dënimin me vdekje, vdesin kaq, vdesin aq, dhe Kina është e detyruar që të marrë masa. Kështu që ndaj dhe Kina nuk i tregon shifrat se sa të dënuar me vdekje ka çdo vit. Por mendohet, të paktën kështu mendohet që për shembull në vitin 2021 ka patur rreth 6.000 të dënuar me vdekje. Bile duhet ta keni parë disa video të disa ministrave, që ministrat pushkatojnë. Po, jo vetëm njerëz të thjeshtë, por edhe ministra. Për shembull, ministra që përdorin pozicionin ose përdorin parat e shtetit, të popullit, për veten e tyre. Pra, Kina ka ligje shumë të forta për sa i përket ekstremitetit të gjitha fushave. Në këtë rast, siç ju thash, edhe të në këtë rast edhe të ka njerëz të shmendë ç'të bëjnë, edhe të dënimeve për përdorim të lëndëve narkotike. Tani, djaloshi shqiptar nga Tepelena pati fat sepse ndërhyri tash Ministria e Punëve të Jashtme dhe Ministria e Punëve të Brendshme, dhe duke biseduar disa herë me konsullatën dhe ambasadën kineze në Shqipëri, por njëkohësisht edhe me ministrinë në Kinë, mundën që ta shpëtonin djaloshin nga Tepelena, sepse në vend që ta varnin, i dhanë një dënim 25 vjet, sepse ata kishin vendosur maksimumin kapital të ekzekutimit, që ishte ose varja ose pushkatimi. Dhe po thoshja që fal ndërhyrjeve të shtetit shqiptar, mund
i shpëtuan jetën dhe e kanë dënuar 25 vjet. Tani këto 25 vjet shpresojmë që ai të kthehet në Shqipëri dhe t'i bëjë në Shqipëri, sepse pastaj reduktohen nëse ti punon mirë etj. Por nëse do ta bëjë në Kinë, unë kam frikë se ishte më mirë me një fjalë që ai më mirë mos e di që është e vështirë t'ia thuash këtë fjalë, sepse është djalosh shqiptar, është vllai ynë, por kinezët janë shumë ekstremist në për burgje. Dikush mendon që burgjet ruse janë më të rënda, por është gabim. Burgjet kineze janë tepër ekstreme, sepse kinezët nuk, përveç se janë ekstreme, shumë të rënda, por ka probleme kush është i huaj, sepse të huajt ata nuk i durojnë dot. Kështu që merrem me mend tani një shqiptar që bëri një punë që ata e bëjnë në territorin e tyre, se çfarë mund t'i ndodh. Kështu që unë shpresoj që ai të mund ta mbajnë në Shqipëri, pra ta marrin në Shqipëri, ta bëj dënimin në Shqipëri, sepse nëse do ta bëjnë në Kinë, është shumë e rëndë. Nuk e di nëse do të mbijetoj atje apo jo. Megjithatë, doja të thoshja që shumë njerëz nuk janë të informuar për sa i përket siç ju thash, ligjeve në mbar botën, dhe mendojnë që tej territori shqiptar, tej kufirit shqiptar, ligjet janë njësoj ashtu siç dhe në Shqipëri. Është gabim, sepse ka ligje, për shembull, në Amerikë, nëse shkon në Amerikë për shembull, kush ka para bën para, pagon, nëse ka para të madhe, pagon edhe del. Jo në gjitha rastet, varet se çfarë ke bër, por kryesisht është kjo. Nëse shkon për shembull në Itali janë ligjet e lehta, në Zvicër po ashtu, le të themi. Edhe në Gjermani, le të themi që janë pak më të forta, por po thoshja që çdo vend ka ligjet e saj, dhe Bashkimi Evropian pothuaj se kanë të gjithë shtetet e Bashkimit Evropian, pothuaj se kanë të njëjtat ligje, përafërsisht, pothuaj. Por në disa vende, për shembull, siç është Rusia, Kina apo India, apo është tmerr. Kështu që ata që e dëgjojnë këtë video, shqiptarë që janë nëpër botë, unë në mënyrë të sinqertë dhe një këshill vllazërore them që mos u merrni me punë të tjera. Merruni me punë normale dhe do shikoni që çdo gjë shkon mirë. E di që është e vështirë, por kjo është jeta. Kjo është jeta, sepse ti mendon që bën punë të tilla, siç kërkon disa që ti bëjnë më njëherë parat, por e ka gjithmonë rrezikun dhe ti nuk mund të rrezikosh, sepse jeta është e shkurtër. Me fjalë, ti nëse rrezikon, heq një gjysmën e jetës tënde. Dhe unë mendoj që nuk duhet të rrezikoj njeriu. Kështu që ndaj kam qenë larg edhe njerëzve që merren me këto gjëra, dhe kështu që kjo është një këshill vllazërore, siç ju thash. Megjithatë, kalofsh një ditë bukur, pres komentet tuaja, ju përqafoj, dhe kush ka filluar pushimet të këndshme.